Prokuroria e posaçme ka arritur që të sigurojë prova që sipas organit të hetimit janë komunikime që tregojnë se efektivi antiterrori Tigli Haxhiaj ishte i përfshirë kokë këmbë me grupet e strukturuara kriminale dhe në trafikun ndërkombëtar të drogës. Referuar dosjes hetimore, oficeri i policisë del në komunikimet e Sky ECC, ku komunikon me anëtarët e grupit Elvis Doçit, i njohur si Visi Pojës. Sipas pak, ky i fundit ishte një nga kokat e linjës së trafikut të kokainës dhe të heroinës nga Amerika Latine drejt Evropës dhe në Shqipëri. Janë pikërisht mesazhe që tregojnë se Igli Haxhiaj ka folur me disa persona ende të paidentifikuar në platformat e koduara për çmimet dhe cilësinë e kokainës. Efektivi Haxhiaj flet me anëtarët e tjerë të grupit për çmimet në Holand, drogën e përzier dhe duke thënë madje se ishte e shtrenjtë. Në mesazhet e tyre ata kanë dërguar dhe fotot e kokainës me mbishkrime të ndryshme. Madje personi tjetër i bën dhe ulje të çmimit për efektivin e policisë, duke i thënë se me 28 mund të ta lë ty, duke i ofruar dhe një sasi kokaine për provë. Igli Haxhiaj i përgjigjet se nuk do mall pa lek në dorë. Mesazhet e zbërthyera tregojnë dhe bisedat e tjera për trafikantët në Barcelonë, ku oficeri i antiterrorit i kërkon informacion për shpërndarjen dhe nëse sjellin dot në Shqipëri. Pala tjetër i përgjigjet se për transportin duhet ta shikojë vetë efektivi, pasi ata mund ta dërgonin vetëm në Holandë dhe Spanjë. Edhe për drogën në Rotterdam janë mjaft biseda nga Sky ECC, ku Igli Haxhiaj diskuton për çmimin e kokainës, duke ofruar çmime të ndryshme dhe garanci për drogën. Referuar dosjes së SPAK, trondite se ishin mesazhet që Haxhiaj i dërgonte Denis Miftiu duke i kërkuar 15.000 euro në total, ku sipas tij shuma do të ndahej tek ai dhe 2 persona të tjerë për shitjen e informacioneve të policisë. Madje sipas SPAK, Haxhiaj i shkruan Miftiut duke i thënë se nuk po i vendos gjob, por po i bën një nder, kundër të tjerë i thotë se ai dhe familjarët e tij janë në përgjim. Sipas tij këto informacione kanë kosto. SPAK në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe ato zviceriane kanë arritur që të godasin grupin e strukturuar që dyshohet se drejtohej nga Visi Pojës. Referuar hetimeve dyshohet se ky grup ka trafikuar të paktën 1.3 ton kokainë nga Amerika e Jugut në Itali.